në shkollën Gjon Buzuku në Prizren, edhe ku ka më mirë se në ambientet edhe në oboret e shkollave. Në fakt, të kemi këtë pamje, si që kemi edhe tash, ku në orën e edukatës fizike, nxënësit të shfrytëzojnë kohën e mirë që të luajnë volejboll në këtë rast. Shkolla Gjon Buzuku në Prizren është një institucion arsimor me vlera të rëndësishme edukative dhe kulturore. Me përkushtim ndaj dijes dhe zhvillimit të nxënësve, ajo ofron një mjedis të përshtatshëm për mësim dhe rritje personale. Përmes aktiviteteve të ndryshme dhe angazhimit të stafit profesional, shkolla vazhdon të formojë gjenerata të përgjegjshme dhe të përgatitura për të ardhmen. Qysh e kalon një ditë në këtë shkollë? Si fillim, kur qona në mëngjes, bona gati, orari, uniforma. Uniforma është seni kryesor, se nuk na lejojnë me hi për ndryshë në shkollë pa uniform. Pastaj vinë klas, takona me shoqnin, ajo është seni kryesor i dytë, se njëri prej seneve që ka me met mas shumë t'i ka mu konë që ajo. Pastaj vinë profesorat, maj mësim, të gjithë janë rregull, profesorat i kemi shumë të mirë, edhe që shto e mojnë mësimin. Ju jeni në klasë të 12 edhe po besoj që kam ju marrë malli për shkollën, a? Çka keni me kujtu mas shumë të kështu prej këtyre 3 viteve? Do me thonë seni kryesor, si të krejt edhe tonë është shoqënia, se ka me ndryshu gjithë shka si den fakultet edhe i fillon si një jetë e re aty. Përveç asaj, profesorat nuk kanë me qenë të njëjtë, thjesht ambienti i ndryshëm është pi gjimnazit me fakultet. Do me thonë, krejt aventurat, sidomos shëtitjet e këto që i kena kalu bashkë për një kohë të gatë, plus më kanë qëllu mu në klasë më mi pas do nxënësat që 12 vjetë. E tash ndomja me ata pak ka mu konë ma e vështirë. Mëse shumë t'i ka për të më marrë malli për shoqërinë, por edhe për edukimin, sepse është një nga gjërat më të mira që mund të bësh në gjimnazin Gjon Buzuku, por shoqëria është kryesisht ajo që do të mbet dhe do të zhvillohet me kalimin e kohës. Cila është një landë pak ma e vështirë kështu, që jo me shumë qef keni hi në qatë orë? Mendoj se cila landë i ka pas ato vështirësit e veta, po këtu në gjimnaz pak ma e vështirë kish me qenë matematika, përshka këso është gjimnazi shkencor. Përveç matematikës kisha thonë edhe landë tjera, për shembull si biologjia ose kimia, po mendoj si thelbësore ka qenë matematika, ato orët stresuese para tesit ose para pse me hi profesoresha. Nga atmosfera e gjimnazit Gjon Buzuku, unë kam në studio përfaqësuesit e shkollës. Nuk e di se si, besoj, shumë prej tyre kanë dashur të vinë, se këtë po e kemi vazhdimisht me të gjitha gjimnazet, por po mundohemi që të përbledhim edhe nga maturantët, edhe nga vitet e para apo të dyta, por sigurisht edhe të jem prezent drejtorët e shkollave. Ashtu është edhe sot, kemi drejtoreshën Gylaj Shipkovica. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjejmë. Kënaqësi t'ju kemi në këtë të pramt. Është kënaqësi jona. Faleminderit për ftesën. Të lutem. Në krahun e djathtë të drejtoreshës është edhe kryetarja e Këshillit të Nxënësve Elisa Çollaku. Mirë se erdhe Elisa. Faleminderit shumë. Njëkohësisht edhe maturante, a? Po. Për dallim prej vajzave tjera, ti je në atë stresin, besoj. Po, ka fillu. E flasim ndërkohë. Në krahun tim të majt kam Rezana Siçeca. Mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjejmë, jam Rezana Siçeca, edhe besoj që kemi me dhonë sot një pasqyrë të bukur, gjimnazit tonë me tregu çka ofron aktivitetet. Super. Vesa Shala. Përshëndetje, jemi shumë të kënaqur që na keni ftuar. Jam Vesa Shala, njëkohësisht dhe nënkryetare e dytë në gjimnazin Gjon Buzuku. Jemi shumë kënaqur për ftesën e juaj dhe kemi bënë një përfaqësim të jashtëzakonshëm. Më vjen shumë mirë. Në cilin vit jeni ju? Unë jam vitin e dytë. Unë jam në të parin. Në të parin, okej. A nisi me të parin, t'ja marrë këto emocionet e fillestarëve. Më thuaj pak, pse ke zgjedhur fillimisht gjimnazin Gjon Buzuku? Gjimnazin Gjon Buzuku e kam zgjedhur për faktin që është një ndër gjimnazet më të mira, e njëkohësisht jam adhuruese e shkencës, e vazhdimisht e fizikës, prandaj kam dëgjuar shumë që ka prioritet të jashtëzakonshëm dhe për mua ka qenë një ndër zgjedhjet e para. Më vjen shumë mirë për këtë. Pra, duke drejtorisht që për nxënësit ka shumë rëndësi edhe Gjon Buzuku ka një reflektim të mirë tek ta, njihet për mundësitë që ofron nxënësve. Si u bën kjo juve me undi?
Sigurisht që na jemi shumë të lumtur, sepse interesimi i fëmijëve e nxënësve prej viteve të 90 të regjistrohen në gjimnazin është shumë i madh. Gjimnazi Gjon Buzuku është një ndër institucionet më të vjetra dhe më të mëdha në Prizren, në qytetin tonë, por edhe në Republikën e Kosovës, pse jo të themi. Diku rreth 54 klasa posedojmë, dhe përveç objektit që i shihni këtu prapa, domethënë, kemi objekti qendror që është në Prizren, kemi edhe 2 objekte tjera të ndara fizike, në Romaj të Hasit, kemi në Gjonaj të Hasit, si dhe në paralelen e ndarë në Reçan. Tek ne, kënaqësia më e madhe në gjimnazin tonë është se ne punojmë me 3 komunitete. Është komuniteti shqiptar, kemi 6 paralele të komunitetit bosnjak, 6 paralele të komunitetit turk. Bashkëjetojmë se bashku është kultura, do me thënë, multietnike dhe jemi jashtëzakonisht të lumtur aty. Shumë mirë. E vreni nga viti në vit, nga gjenerata në gjenerat, dallimin e nxënësve apo mënyrën se si e jetojnë periudhën e gjimnazit? Periudha e gjimnazit është shumë e rëndësishme, është në bazë për formësim, sepse prej gjimnazit pastaj mund të orientohen kudo që dojnë, qoftë në drejtime shkencore, sepse kemi drejtimin shkencor natyror, pastaj orientohen edhe pse jo në mjeksi, pse edhe në jashtë vendit në fakultete tjera, universitete jashtë, edhe në Evropë dhe jashtë Evropës. Është vendi kryesor, baza kryesore unë mendoj për çdo gjë. Pse? Për shkencë, po se po, matematike fort, për gjuhë dhe letërsi, gjuhë dhe komunikim përgjithësi, pastaj edhe në shkenca shoqërore. Pra të gjitha mundësit. Mundësit po, kemi kabinete dhe aty ku është më e rëndësishme për ne është se zbatimi teorisë kur bëhet në praktik, sikur kabineti i kimisë, i fizikës, apo kabineti i biologjisë, kabineti i asetit, pastaj kemi kabinetin e tikut, 2 kabinetet të tikut në përgjithësi, biblioteka e shkollës. Aty po shoh kur komplet java, do më thënë tash është sot ka qenë dita e shkollës sonë, ku kemi kremtuar, dhe për nder të ditës së faleminderit, për nder të ditës së shkollës, tërë javën kemi pas aktivitete dhe shumë eksperimente nga nxënësit. E pas kemi gjetë periudhën më të mirë që t'ju kemi në studio, me rastin edhe të përjetorit të shkollës. Maturantën Elisën, besoj këto vite kanë qenë të paharrueshme për të. Përvoja nga më të ndryshmet, nga i stresi i vitit të parë, që e kanë të gjithë se si do shkoj, si do orientohem, si do përshtate me lëndët, çka do të më pëlqej më shumë, si ma përshkruan këtë 3 vjeçar të ndim? Për mu, me thënë drejtën, ka qenë një nga kohët më të mirat jetës time. Do thënë, e kam gjetë veten këto. Arsyeja sepse unë kam hyrë, do thënë, e kam zgjedhë gjimnazin si vendi ku të vazhdoj mësimet e mia para universitare, ka qenë sepse normalisht që përmendën edhe nxënësit dhe bashkëpunëtorët e mia fokusin në shkenca. Edhe do thënë për shkak të fokusit në shkenca e kanë treguar do thënë gjimnazi se si gjithmonë mundohen me gjetë më të mirë me hudhë më të mire në pah të nxënësve tonë. Edhe sidomos se që përmendi dhe drejtoresha në javën e aktiviteteve që i kemi pasur, do thënë kemi pas ditën me dyve të hapura, ku do thënë kemi shfaqur më shumë gati rreth 150 eksperimente, nga të gjithë do thënë shumë nxënës ka pasur prej komuniteteve, do thënë kanë shfaqur eksperimente nga lëndët shkencore, nga lëndët gjuhësore, shoqërore, duke nisën do thënë gjuha shqipe, gjuha gjermane, do thënë në çdo fushë të ndryshme nxënësit tonë. Fokusin ti, ku të është krijuar me kalimin e viteve fokusin, në cilën lëndë? Unë për vete, lëndët e mia të preferuara janë biologjia, matematika dhe kimia. Dhe ndoshta besoj kjo pasi unë mendoj që studimet e mia universitare të vazhdojnë në mjeksi, edhe do thënë këto vite kanë qenë me të vërtet një ndihmë shumë e madhe, për shkak se jam përgatitur shumë edhe nga ana profesorëve, kemi pasur mbështetje shumë të madhe, do thënë na kanë orientuar se ku të gjendemi ne sa më mirë. E ke fillu me i hulumtu pak mundësit e vazhdimit tënd pas përfundimit gjimnazit? Po, normalisht si çdo do thënë maturant ja nis do thënë tash edhe kjo periudha e stresit, se çka do të bëj tani, testi maturës, a do dal mirë, po unë për vete mendoj që këto vite kanë qenë një përgatitje e madhe për këto, do thënë një përgatitje e madhe pasi normalisht është një periudhë shumë e vështirë për ne. Edhe nga ana psikologjike, do thënë kemi ndoshta një lloj presioni se si do të vazhdoj do thënë përcaktohet ardhmja jonë. Po do thënë jem shumë falendëruese
se për shkak të gjimnazit unë e kam gjetë vetën edhe e di se tash çka do të vazhdoj më tutje. Kjo është shumë e lehtë në krahasim me ata nxënës që janë në klasë 12 edhe akoma nuk e kanë gjetë dhe nuk e dinë mirë se ku do të orientohen. A ndodh kjo më herët edhe ka fatin dikush që nga, si për shembull na tha edhe nga klasa 10 e ka fokusin. Si është rasti për ty? Sipas meje, gjëja më e mirë është me ditë ato çka don. Me vendos ato çka do me studiu, çka do me marrë për profesion, edhe mendoj që me marrë vendim sa më herët është aq më mirë. Unë personalisht për veti e kam marrë këtë vendim, e kam heqë këtë gajle, planifikoj me studiu mjeksi, edhe shpresoj që kam arrit suksese. Për këtë arsye edhe gjimnazi është një shkollë urlidhse me shumë e veçantë, pra, e cila të hap shumë dyer, jo vetëm me studiu brenda në Kosovë, por edhe në shtete tjera. Sa ka ndiku John Buzuku me ju nxjerrë në pa talentet edhe këto aftësitë e juaja që të orientoheni sa më lehtë edhe të vini në këtë vendimin që e dini sakt se çka doni në të ardhmen? Cila doni? Pyetje për të treja. Vazhdojmë. Pasi që lëndëve shkencore u jepet më shumë përparësi, edhe ne për këtë arsye themi kemi ardhur në gjimnaz, pasi që e gjejmë veten në shkenca, atëherë në këtë mënyrë mundemi me gjetë veten ku jemi më të mirë, në cilën shkencë mund të perfeksionohemi, në cilën shkencë mund të themi na shkon ose e kuptojmë, kemi më të qartë, edhe në këtë formë mundësia më e mirë është për me gjetë veten se çfarë profesioni kemi studiuar në të ardhmen që lidhet me atë lëmi. Si janë raportet e juaja me mësimdhënësit? Kemi raporte shumë të mira. I keni më shumë mësimdhënës këtë raportin më strikt, apo nga njëherë edhe një diskutim miqësor mund të ndodhë? Normalisht raporti mësimdhënës nxënës është shumë i rëndësishëm, për shkak se aty domethënë mundesh me marrë motivin ti se çka domethënë atë pëlqen ajo lënda. Po domethënë ne në gjimnaz kemi një atmosferë shumë bashkëpunuese, domethënë si nga ana e nxënësve edhe si nga ana e mësimdhënësve. Edhe kjo vrejet për shkak se gjithmonë nxënësit që vrejet që ndoshta nuk kanë ndoshta disa probleme paqartësi diçka, menjëherë mësimdhënësit janë aty për ndihmën e tyre. Edhe për shembull nëse ndonjë nxënës ka probleme, nuk e din se çka do të studioj. Shumë mësimdhënës për shembull japin këshilla, ti je mirë në këtë lëndë, ti je mirë në këtë lëndë. Ki këto opsione, mundesh me studiu edhe jashtë, domethënë gjimnazi nuk është domethënë vetëm pse jemi gjimnaz shkencor, gjimnazi na hap dyert për gjithku ku ne duam e kemi atë vizionin ton se ku duam të studiojmë. Drejtërisht, ju ka ndihmuar edhe duhet me tregu që të treja vajzat kanë marrë pjesë në olimpiada, qoftë fizikës, kimisë dhe të trejat kanë marrë vendin e parë. Dhe gjimnazi si gjimnaz gjithmonë në Prizren, në qytetin e Prizrenit, në kuadër të shkencave, në kuadër të olimpiadës e fizikës, matematikës, kur u zhvillua, edhe në nivel rajonal, edhe në nivel regional kanë marrë vendin e parë. Jemi shumë të lumtur. Dhe çka kam pati këto të trejat masi që kemi ardhur së bashku. Masi jemi me to. Kemi bënë parë përzgjedhje. Po, domethënë kur vinë me kriter, domethënë kur vinë nxënësit me sukses të lartë, kur e kemi brumin e mirë, edhe puna shkon shumë ma lehtë, shumë është e lehtë, por çka mas shumë të më pëlqen që miren me aktivitete tjera. Nuk është vetëm nota ajo që të vlerëson e merr notën, po të treja këtu që janë fituesit olimpiadave, kanë bërë komplet gjatë javës, domethënë organizimin se çka do të ndodhë përnder të ditës së shkollës. Tanën që ka pasur. Kemi pasur gara nga lëndra biologjisë, gara nga debati, domethënë nga klubet e ndryshme që ndodhen në shkollën tonë, për shkak se jeta jashtë shkollore apo aktivitetet jashtë shkollore janë shumë të rëndësishme për nxënësit tanë. Domethënë mundohemi me pas një ambient sa më të mirë për ta, sa më pozitiv. Domethënë jo me pasën vetëm vizionin mësim, po klasë, po me pas njëjtën kohë dhe një lloj hapësire që ata me gjetë veten edhe në vende tjera, me pas aktivitete ndryshme, lojra, gara, siç e përmendëm. Do thënë këto e bojnë sepse e bojnë pse një nxënës do thënë me pas dëshirë me ardhë me studiu në gjimnazin tonë. Bukur. Cili është mesazhi drejtërisht që u jep të rinjeve që janë pjesë e shkollës, po edhe atyre që duan të bëhen, por edhe atyre me cilët duhet të përshëndetesh sa do të mirë që janë, jeta vazhdon, po rriten. Elisa në këtë rast do të marrë një rrugtim tjetër të bukur po ashtu të jetës. Unë në mesazhi im kishte me qenë kështu për të gjithë,
për të gjithë nxënësit që do të vinë dhe që janë këto dhe do të vazhdojnë më tutje në studime, njerë të besojnë vetës, ta dojnë punën, të lexojnë më shumë, ashtu si që kemi vajzat këtu, dhe vetëm me punë mund të mbrinë çdo gjë. Qelsi i suksesit është puna, asgjë tjetër. Shumë bukur. E përmbledhe shumë bukur. A keni ndonjë talent për muzikë në shkollën e juaj? Ne kemi talent, po këtu... Këtu jo, mirë, e kemi Arbrin, po diçka shkurt, se jam krejt në fund, një fjali shumë të shkurt për në fund, që do t'ju thoje bashkëmoshatarëve tu maturant? Mendoj që ndoshta, për shembull, diçka që e kanë pasion, që e shohin veten të ardhmen që munden me bo, ta vazhdojnë me to, sepse kur ke diçka vullnet, ke motiv, dëshirë, atër asë një gjë nuk është e paritshme. Mundesh me arritën edhe pikat majat më të larta. Zemër, cili është mesazhi yt? Mesazhi im është i drejtohet faktikisht viteve të para që do të hynë në gjimnazin Gjom Buzuku, që të mos friksohen, që të marrin pjesë në këto aktivitete, duke ditë edhe vetë faktin që për herë të parë kam ardhur në një ambient shumë të ri, edhe pse duket ndoshta që është tejet i vështirë, është ajo brenda tejet që ka jetu dashur me arrit pasioni dhe dëshira jote. Atëherë edhe unë i kisha ashtu këtë mesazh, ndroni sa më lart i kemi synimet, aq më shumë arrim, edhe këtë kam unë për vete si moto, kam plane shumë të mbaja edhe besoj që sa më shumë ndrojmë, aq më shumë do të arrim. Ndishni këtë moto të gjithë, faleminderit shumë që Faleminderit juve. ta mbyllim javën bashkë me juve. Shumë faleminderit. Arbri, një këngë për në fund. Natën.